programi të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër sot në këtë studio. Unë jam së bashku me një artiste të re, do të quaja, një piktore e re e cila ka hedhur hapat e saj të bukur, të lehtë, por edhe intensive në pikturën e saj. Përveç se personalisht e njoh nëpërmjet punimeve të saj, të portreteve, të peizazheve, të punëve që ajo her pas herë hedh në faqen e saj Albas Art, por që në të vërtetë të bëjnë ta ndjesh afër emocionin, ta prekësh atë, të bëhesh njësh me tablon që paraqet. Alba, mirë se erdhe sot në studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është e bukur që tani ditën me një zë të ri, por që i jep kuptim punës dhe ditës së saj. Do desha të dija diçka mbi laboratorin tënd krijues, pasi sheh punimet tuaja, natyrisht mendon kjo vajzë që bën këto, si do të mbërri deri në këtë pamje, deri në këto tablo. Cila është kjo ecuri e jotja në punët tuaja? Unë në fakt gjithmonë kur nisem të bëj një pikturë hin rëndësi të saj, si nga emocionet, si nga mënyra se si filloj dhe të pikturoj, se si të hell penelin, bojnat. Dhe çdo pikturë që kam marrë përsipër ta bëj, gjithmonë e kam menu pjesë temen. Kur e shaf, e kry, normalisht e marr atë emocionin dhe kjo është që më ban plumtë në fund krejt kur e kryj. Natyrisht mendja jote punon shumë, pulson shumë tek Gjithkohën mundohem që të mos jem kështu pasive. Gjithmonë jam aktive tek pjesa e artit, mundohem jo vetëm të pikturoj, po edhe të shikoj natyrën, foto të bëj, domethënë përfshihem. Çdo ditë temën përfshihem. Në të vërtetë, cilat janë ato ndjesitë më të prekshme që krijojnë frymëzimin tënd? Për diçmënia. Kur nisem të qoftë dhe një udhtim, mundohem që të gjej atë ngërësinë e artit. Natyra na ka fort Zoti Shkodrën të bukur ball. Dhe çdo gjë që çdo rrugë që ecim Shkodër, për mendimin tonë është e mrekullueshme dhe na frymëzon. Kështu që unë aty e gjej. Në liçen, në rrugët e Gjuadolit, në pedonalen tonë të bukur, gjithkohën se ku eci, mundohem që ta gjej atë ngërësinë e artit dhe të kopjoj aty, të bëj, të dal në natyrë, edhe pse jo të them kja Shkodra jeme. Sa bukur, është një dashuri në marrëdhënie me natyrën, me ambientin, me njerëzit, por edhe me artin tënd. Normalisht. Megjithëse je një vajzë e re, besoj se i ke kaluar hapat e ndrojtjes dhe ke shpërfillur atë për të mbërritur tek vokacioni yt që është puna në penel, në tablon tënde. Mundohem që të jem sa më elastike. Mundohem që ta ndjej dhe ta hedh, nuk e mendoj kur e hedh atë penelin, them e shikoj edhe bane. Dhe kam kohë që me bë një pikturë të suksesshme në fund. Ndoshta mund të jem kështu superiore që po them se suksesshme e madhe, po e shikoj që e pëlqejnë shumë artin tem dhe kur e hedh atë penelin në fund krejt kur e shikoj, normalisht del diçka e bukur. Në fakt, të motivohesh është vërtet një shans i mirë për ditën. Besoj se je pandar në përditshmërinë tënde me pikturën? Mundohem që të jem e pandame. Normalisht nuk jam edhe ngurcume te pjesa e artit. Mundohem që të kem atë frymëzimin. Kur nisem të bëj një pikturë, gjej atë frymëzimin, se ku me fillu. Normalisht, piktura den atë frymëzimin, den atë ndjenjen, den atë dashninë. Po si pa të këta, normalisht s'do të bash diçka të bukur, jo vetëm pikturë, në çdo punë që do të bash. Besoj se ti ke këndvështrimin tënd dhe të zësh pozicionin e duhur për ta parë atë realitet dhe për ta transmetuar të tjerët është një mjeshtri. Si e gjen ti këtë pozicion, këtë pikë vështrimi për të hedhur në telajo pastaj emocionin tënd? Thasha dhe më përpara, nuk dan ngurtësim. Thjesht dan ndjenjë. Kur e ndjen, hidhe edhe atë ndjenja
përcjell atij shikuesit. Këndvështrimi normalisht nuk duhet të jetë të gjithë njësoj. Kur e shohin një pikturë normalisht ta nuk mendojnë, "O sa bukur." Dikush mund të thotë pas ke pas diçka mangët ose dikush thotë shumë e bukur ose dan diçka, normalisht mendimet janë të lira për çdo shikues, por prap mundohem që ta arri perfeksionin që gjithkujt i pëlqej. Sa bukur. Në të vërtet je një vajzë e re dhe kjo më vërtet më entuziazmon me punët tuaja, një vajzë e re, shumë e hijshme, e dashur, e qeshur, edhe po këtë dashuri e shoh edhe tek punimet tuaja. Cila është historia jote me pikturën? Si i takuar dhe si ka qenë ecuria jote në vite? Në fakt, unë qyshe vogël e kam pas atë talentin, dëshirën që të pikturoj. Nuk më them pikturë madhe, normalisht me skicat vogla. Me thënë drejtën, mami ka qenë aja që e ka pa në fillim që unë kam prirje për këtë punë. Ma i mend bile në fëminin teme që shifsha personat e familjes që rrishin në njëherë model dhe Alba, mund është me mba? Edhe gjithmonë unë e vazhdosha të basha skicën edhe sa bukur. Po unë hala nuk e kuptosha, nuk e ndjesha. Normalisht se e vogël fëmijë nuk trin mendja vetëm një vend, a kupton? Po. Dhe pata një shkputje dhe vazhdova mësojna në gjimnas. Unë në fakt nuk hina profesionalisht në gjimnas qysh në vitin e parë në shkollën, sepse ne kena fatin të kena universitet atë gjimnazin e shkollës muzikës dhe është dega e pikturës në shkollën artistike Frenja. Po, nuk hina atë. Në fakt, isha në shkollë gjimnaz të përgjithshëm dhe vendosa që ta vazhdoj punën time si artiste. Hina dhe u regjistrova tek kursi i Andi Hiles. Gjerasin të përshnesh sepse aja është shtysa jeme në fillimet e artit tem dhe aty dhe me thonë ka kënë fillimi jeme si artiste. Kam punu për një vit të kursi, një vit rallëzit deri sa më sanenen kisha konkursin për me hi në universitet. Aty hina, fitova vendin e parë dhe më sanenen 3 vite që unë kam ba vitin e parë me Nirvana, me profesorisë Nirvana, kam ba... Nirvana Baja. Po, pastaj me Ermira Jahje në 2 vite, normalisht kam pas mbështetjen e pafundme të Iqbal Kalas, të Gjeneta Kadillarit. Me thonë, janë shumë profesore që edhe s'pam kujtohen në këtë moment, por më kanë lanë mbështetje që të ecje më përpara dhe ata pluse për çdo ditë, atë puzzle-i që ato ofron mu për çdo ditë, më ka bërë që sa të më kanë arritun edhe ndonjëherë edhe kam nevojë prap për ta, por vazhdoj mirë në ecurin tënde. Mirë, gjatë kësaj periudhe, natyrisht kur tashmë ti hyre në rrugën e artit, si ndjeshe në raport me kërkesat e profesionale të këtyre pedagogëve që janë piktor të njohur dhe në sfida që veç shkollimi ka, qoftë në pjesëmarrjen në ekspozita, po në punët që ti duhej të dorëzoje her pas here, si e ke ndjer veten në këtë ecuri tashmë profesionale, në qoftë deri para maturës ishe, domethënë në një farë mënyre jo shumë e organizuar në punën e pikturës, tashmë rruga jote mori një drejtim të përcaktuar. Në fakt, çdo artist që del nga bankat e shkollës e ka atë rrugën e vet. Gjithkush ai merr atë mënyrën e pikturimit ashtu si ka qejf. Edhe në universitet ka qenë që profesoreshat dhe profesorët nuk në kanë ngurcu, kanë thënë jepni atë që keni. Pastaj kena pas një të keq, një gabim ose një mos vetbesim, ata na kanë dhënë atë gjë. Gjithsesi, kjo është që na kanë lënë të lirë, edhe sa ne duhet me kanë të lirë që me paraqit veten sa më mirë. Ecuria krijon një lloj përvoje në vite. Në fakt, cilat janë teknikat më të parapëlqyera për ty, më të përdorshme, më të afërta? Unë, në fakt, në gjithë këto vite që kam pikturu, u banën 6 vite. Unë mundohem që të prekur çdo teknik të mundshme
shqyr zotit kena tana mundësi që t'i kapim, si nga lapsi, si nga bojnat, i kam provu të gjitha, si laps me ngjyra, bojna akrilik, vaj, të gjitha i kam ba. Unë jam tek vaji, ma shumë, në fakt e kam apliku këto kohët e funit, mas shumëti, gjithë kohën, dhe jam tek vaji, aty e gjej veten, e shaf që merr ma jetë, ashtu e ndjej më shumë vajin. Por edhe pikturat, portretet, janë atat para pëlqymet mijat, Shumë bukur. peisazhet, mundohem që të dalë natyrë, që ta krijoj. Tematika e punimeve tuaja më tepër fokusohet tek ndjesitë e tashme apo edhe tek një moment reflektimi i ndjenjave të shkuara? Varet nga ndjenja në atë moment dhe çat vjen në duesh. Thash, piktura duhet thjesht qetësi dhe mos me kene ngurcume. Po që e ngurcume, aty as mendimi nuk të del. Por kur je kështu që do ta bësh diçka të bukur dhe ke mendimin aty në mendje dhe në zemër, e paraqet dhe delet diçka e bukur. Alba, natyrisht në rrugën e shkollimit tënd, në rrugën e formimit si piktore, modelet e pikturës së madhe, të vlerësuar, mund të jenë gjithmonë pika referimi. Ti çfarë rrymash dhe piktorësh parapëlqen? Në fakt, impresionizmi më pëlqen shumë. Jam vetë tip që nuk dua, normalisht të thash unë kam qejf që me eksperimentu. Më pëlqen edhe me bë piktura që janë krejt origjinale, më pëlqen piktura që janë me penelata të mëdha që në fillim nuk e kupton, por kur i largohesh ose kur hin mbrëmsi të saj e kupton se çfarë kam dashur me diftu. Por aja është impresionizmi. Do desha të dija të hedhja një farë vështrimi në studion tënde të punës. Ajo është një ambient diku në një studio apo në një dhomë shtëpie? Si është vështrimi i përgjithshëm i kësaj studio tënde të punës? Në fakt, për momentin unë nuk kam një studio. Me thënë drejten, studia jeme është dhoma jeme e gjumit. Që se gjithë njerëzit tjerë kanë vetëm krevatin dhe raftin, unë kam krevat, raft dhe një cep aty që është komplet me bojna një arti vërtet, me karrigen, me bezen, me bojnat të hapmëna që unë nuk im lalli, dhe i shpres momentin e emocionit që ta ndjej dhe të shkoj aty dhe të pikturoj në çdo orë. Sa bukur. Në të vërtetë, si është praktika jote e punës, i drejtohesh një punimi apo në një kënd ke edhe një tablo tjetër që her pas here kalon nga një herë? Nuk e di se si mund të jetë procesi i krijimit të një artisti. Më ka taku për me bë edhe piktura që ndoshta kanë pas porosina shumë të shpejta, 2 për një herë dhe i kam do me orar, jo një dorë tek njëra, një dorë tek tjetra normalisht. Po, natyrisht. Por në orë të caktume i kam da për me i ba, por zakonisht kur nuk kam porosi ose kur du thjesht unë që me ba vetëm një pikturë, nisi një e kry dhe vazhdoj një tjetër. Kështu funksionoj dhe me thanë. Po, është një punë e përditshme, the që nga e cila merr frymëzim. Mirë, natyrisht të komunikosh me pikturën është njëra anë, është artistja në rastin ton dhe tabloja. Ndërkohë që prapa vjen një gjykim nga një herë pa konture fytyre, po thjesht një gjykim që të jep kurajo ose edhe të jep kritika. Si ka qenë kjo tek ty? Cilët kanë qenë ata që të kanë mbështetur dhe të kanë kritikuar në punimet tuaja për të përmirësuar natyrisht? Atëherë, ata që më mbështesin dhe më kritikojnë gjithmonë janë bashk. Kur nuk ka ata kritikat vedi dhe mbështetja në vedi. Unë nuk i ndaj, gjithmonë kur më thojnë e kitë bukur, pa ma thuj dhe të keqen, i thamë se tash bashkë do t'jenë gjithmonë, nuk mundesh për me i nda. Dhe ata të kritikusit dhe admirusit e parë kanë nga në familja. Gjithmonë thojnë që Alb, shifele këto, shifele atë, e ke ba shumë bukur, dhe gjithmonë unë i rikthejem që se kam një gjak, shafa dhe ma mirë dhe ma mirë vazhdoj me e ba. Në fakt në familjen tënde, ke ndonjë preardhje artistike, dikush tek ju ka qenë artist, ka hedhur disa penelata diku dhe më pas kjo prirje ka kaluar tek vajza, tek mbesa, nuk e di se kush mund të jetë ky njeri. Për piktorja.
Në fakt mami jeme ka pas dorë, kur kanë kene vogël, me thani ka pas prirje për dorë për pikturë, po. Dhe nuk e ka vazhdu, por mbështetjen që më ka lanë, normalisht që ma ka lanë atë edhe artin e saj, që ka dashur bë. Pikërisht, është një kompensim ndoshta. Po. Ndërsa kështu artist, mund të përmeni të njerin Nefail Piranici, aja është agje i mamit tem që aja artist dhëku, na ka ardhë njeri mas njeriu dhe ai me artin e tij si aktor, ndërsa unë si piktore. Në fakt e ndjek aktivitetin artistik, ekspozita, ti vetë ke marrë pjesë në ekspozita? Në fakt, ekspozit personale nuk kam hap hala. Ekspozit që kam marrë pjesë kanë kënë atë 2 të shkollës, që unë kam dashur vetë për me marrë pjesë në ata. Ato kanë kënë piktura që bëhen ekspozit nga nxënësit më të mirë, përzgjedhur nga studentët, po. Të përzgjedhur nga vetë pedagog. Por ja, për momentin nuk mendoj që ta hapi një tillë, kam nevojë për më shumë punë, kam nevojë për më shumë që me menu, nuk kam qejf për me hap një pikturë, një ekspozit që nuk e ndjej. Du me një dhe me hap. Ato 2 punime ishin portrete, peizazhe, kompozime? Portrete. E kam bë atë fejumin tem, veten. Një herë tjetër ka kenë një model që ka arte shkolla dhe kina bë, ka kanë arritun edhe më kanë pranu. Në fakt, njerëzit e shtëpisë, njerëzit që ke përreth, njerëzit tuaj të dashur, kërkojnë ndonjëherë momente nga ecuria e tyre për t'i fiksuar në pikturën tënde? Ja, me thënë drejtën ja, po kur vjen puna për me pëlqy një pikturë ose një vend ose shu, kanë qejf. Më thonë Alba, po na ban, ta vajmë tek muri. Sepse çdo cep i shtëpisë tonë është i mbushur dhe atë ka kanë pëlqimi i familjes, domethënë që na hapin kështu punë që të bëj. Është shumë e bukur. Alba, do desha të dija diçka. Kohët e fundit me sa di unë ke filluar një veprimtari si piktore, i ofruar në qendrën rinore Atelier. Cili është roli yt mes të rinjve aty, aktiviteti, si po ndjehesh? Në fakt, organizimi Atelierës Rinore Shkodër është organizuar nga bashkia. Është komplet një kompleks kulturor krejt vullnetar. Unë në fakt mora pjesë aty si vullnetare mësuese për me dhanë mësim. Me ta u lidha kur erdhe në universitet. Unë isha në universitet dhe kërkoshin një mësuese vullnetare dhe unë isha ajo që kisha qejf, pse jo të na pët pjesën teme nga ana e pikturës. Më pëlqen për me dhanë mësim dhe pse jo ta bëj. Si është interesi i të rinjve në Shkodër tek qendra ku ti je me kontributin tënd? Me sa shoh, është i madh. Si nga të mblejt, ashtu dhe nga të vegjlit. Të piktorash është diçka që të vjen nga shpirti, nuk është diçka që edhe ai që nuk e ka atë talent, edhe një zgravin është art për mu. Prandaj tham pse jo të jem pjesë e mësimeve të aty në fëmijëve. Keni krijuar grupe? Për momentin thjesht janë duke prit, ala nuk ka vazhdu, po shumë shpejt brenda këtij mujit do të vazhdojmë sepse ka ftesa dhe gjana kanë shumë qejf që të vinë. Në fakt të komunikosh me artin viziv, me pikturën, është një ndjesi e veçantë e shprehjes së mendimeve. Me sa di, ti ke edhe një dëshirë apo cilësi apo prirje për të komunikuar me të vegjlit, një dëshirë shumë të madhe që e gjen edhe te klasa e nënës tënde që është mësuese. Si e shef këtë mundësi të aplikimit të pikturës si mundësi komunikimi gjithmonë tek fëmijët, tek nxënësit, qoftë me vizatimin, por edhe me pikturën më vonë? Them që piktura ka lidhje shumë me psikologjinë e njerëzit. Një njeri pa marrë ata profesionale, po flasin për të vegjlit. Kur gjithmonë edhe flas edhe me mamin, se unë nga mësuese mamin, edhe flas dhe i tham që shikoj një fëmijë kur piktoron, sepse atë nxjerr shpirtin, po e kuptuaj e nxjerr atë që ndjen, atë që ka qejf. Dhe
e shaf që edhe mami ka fillu me hinë atë rrymën e piktorave, se thët, kë fëmija piktoroj me zejs, piktoroj me lapce të ertë, edhe në fund ka i thote, me pëlqen kështu, sepse është i myllën vetë vete. Dikush një fëmijë që është i lumtur pikturon me buqile, me ngjyrat hapta që tregon atë. Sa rëndësishme është që të ndërhysh butë dhe bukur për t'i drejtuar këta fëmijë tek rruga e prirjes së tyre. Mendoj që një piktore, një vajze afërt, diçka që lidhet me ndjenjat mund të shërbej. Në fakt, aty dallohet edhe nga, jo vetëm nga unë që unë e di se si funksionon arti, por edhe dikush tjetër që e shikon, dallohet, e shikon që ai ka prirje. Dhe aty me mësimet vogla, normalisht me mbështetjen dhe me dëshirën e çdo individi që ka qejf të vazhdoj të punoj, normalisht me bashkëpunim rrihet çdo gjë, veç duhet dëshira. Dhe është dëshira dhe unë mendoj kështu se në vogli, sidomos në vogli, por për gjatë gjithë jetës të japësh njeriu të krah, mbështetje është shumë e rëndësishme. Është më gjë e madhe. Unë atë gjë kam dashur në fillimet e mia, e kam marrë dhe jam falenderuese. Jam falenderuese si nga ana familjes, si nga ana profesionale, pedagogëve. Ndërkohë që je gatshme t'ua transmetosh këto të tjerëve. Jam e gatshme. Pse? Sepse besoj shumë tek vedi, kam qejf që t'jem aja që ka nevojë për me i diftu se si mundet me ecë, dhe pse ja. Alba, do të më tregosh diçka mbi angazhimet tuaja pikërisht këto kohët e fundit. Çfarë punimesh ke në dorë, si po i percepton, si mendon, sepse ke bërë disa punime portrete, disa edhe peizazhe, mbreslanse. Do të më tregosh historinë e tyre. Faleminderit. Unë fakt gjithmonë kur kam një porosi, po flasim për porosit. Në fillim, kur kam një porosi, mundohem që me njeriu që komunikaj të jem mrend, t'i tham, të mësaj një herë se çfarë dëshiron ai nga unë. Edhe kur bën fjala për portret, normalisht gjithkush do ta shikoj veten aty. Unë mundohem që të thithja atë tiparet, atë karakterin e njeriu, pastaj ta hedhi si pikturë. Është rëndësishme psikologjia, apo? Normalisht, në çdo gjë. Mendoj që në çdo gjë, sidomos në pikturë, unë mendohem që ta thithi si karakter, ta thithi si tipare, si çdo gjë ka lidhje me njëra tjetrën, kështu që unë ashtu arri një pikturë portret. Pastaj për pjesën e peizazheve, normalisht mendohem që t'i them ta kombinoj me ambientin, që ta ndjej, të mos jetë diçka që si pëlqen ngjyrat, dikush i ka qejf ngjyrat e thjeshta, dikush i ka qejf ngjyrat e hapta, të qelta, të buta, prandaj e mundohem që përshtatem me çdo njeri që është, sidomos ata që nuk e kanë habirin shumë pikturës, po thjesht dojnë me shiju, dojnë me pas atë dhe me kënaq synin. Ndërkohë ti po punon për një portret. Po, unë jam të punu për një portret, është porosi e një njeriu. Si që thash, duhet që me njof mirë edhe me darë rezultati i mirë. Të rrinë modeli për disa kohë? Varet nga pëlqimi, dikush nuk e ka mundësi. Preferoj mi ba një foto vetë me aparat profesional që t'jetë sa më profesionale, ndërsa kur kanë mundësi edhe pse ja, i tham hajde edhe më rrej një 2-3 orë. Për sa kohë realizon mesatarisht një punim tëndin? Zakonisht në kur pikturoj nuk e qyri kohën. Normalisht nuk janë pikturet e mia me 1 orë, 2 orë, unë kam punë dhe mund në ta, sepse du që me dalë diçka e bukur. Dhe kështu. Varet nga mallësia, varet nga vështirësia, varet se çam kërkohet. Kur një pikturë
të ikën, do më thënë, shkon tek një njeri që ta ka porositur ose duket si një fëmijë që e ki ballë, ai të e dërzu, sepse është thjesht ndërtimi jemi, është nga fillimi ndërtimi jemi deri në fund dhe të duket sikur është një pjesë e jam mendon ti bësh një riprodhim që ta kesh ndoshta në të ardhme diçka që unë ndjej dhe më pëlqen pse më e pas në koleksionet e mia, normalisht e marr dhe e bëj prap. Edhe në piktorët e mlaj, Van Gogh, unë gjithmonë më pëlqen që t'hi në atë botën e tij kur e ka bërë pikturë. Që ka dashur me diftu, çfarë bojnë në shka për dorë. Ke qef shumë dhe riprodhime. Normalisht, edhe njerëzit i pëlqejnë, edhe njerëzit i pëlqejnë shumë, por pse jo, janë të bukura. Shijohen. Dhoma jote përveç krevatit, raftit, kavaletit, pikturave, diku ka edhe disa telajo që vin palë që ndoshta presin një ditë që të ekspozohen, ndoshta nuk është shumë afërt të t'i pret maturimin ditë pas dite, në mënyrë që të plotësohet të gjithë një pamje e bukur e pikturës dhe psikologjisë albës. Bënaj që çdo artist që lind për me lanë gjurmë. Kështu që nga delegadal do të bëjmë ekspozita, hapje të reja, e shaf që njerëzit më kanë qef tek nga ana profesionale. Tjep motiv. Po. Motivimi i tyre është shumë net. Alba, ishte shumë kënaqësi që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit ju, i përshëndes ata në gjusit e radios, e ju uroj një ditë sa më të marrë ty dhe faleminderit për ftesën. Unë të uroj që dita gjithmonë të ketë motiv, ashtu siç edhe më herët më the, me penelin tënd pikturosh ndjenjat më të bukura njerëzore për t'i shpërndar ata që ndjekin artin tënd dhe që të japin motiv për të ecur ditë pas dite në rrugën e bukur të artit. Faleminderit. Faleminderit ty dhe suksese gjithmonë. Faleminderit.